por natyrisht nuk mund të punojnë të gjithë. Ne duhet të mbështesim edhe ata të cilët nuk punojnë, por jetojnë e kontribuojnë. Nënat lehona, fëmijët edhe pensionistët. Sa i përket fëmijëve, ju e dini që para qeverisjes sonë, qeveritë e mëhershme nuk kanë pa fëmijë në Kosovë në mënyrë universale, por veç familjet e veta në mënyrë partikulare. Filluam me shnesa për fëmijë 10 euro, i ngritëm 20 euro, i bën 30 euro, tashë 25 euro. Ju e dini që çdo familje në Kosovë që i ka 2 fëmijë i merr 60 euro në muaj. Nëse i ka 3 fëmijë, i merr 135 euro, secili prej fëmijëve nga 25 euro, të gjitha këto në gjirologarinë e njënës. E janë mbi 100.000 gra që kanë hapur për herë parë gjirologarinë në jetën e tyre për shkak të shtesave të fëmijëve. Do t'i dyfishojmë në mandatin tonë të tretë, ashtu që një familje e cila i ka 3 fëmijë nuk kam i marrë në muaj 135 euro, po 207 euro. Nëse i ka 4 fëmijë, 306 euro. Nëse i ka 5 fëmijë, 450 euro. Sa më shumë fëmijë, aq më shumë shtesë,